Atëherë shikojmë, sot do të punojmë një ushtrim për strukturën e atomit. Kemi atomi janë një elementi ka 2 elektrone në shtresën 3D dhe përmban 6 protone më pak se neutrona. Na kërkon sa është numri masës edhe ai atomik. Atëherë, ne kemi që përmban 2 elektrone në shtresën 3D, pra shtresa e fundit është 3D2. Do bëjmë konfigurimin elektronik ose formulën elektronike deri te 3D2. Fillojmë 1s2, 2s2 për 6, 3s2 për 6, 4s2, 3d2. Atëherë nga këtu ne gjejmë numrin atomik 10 dhe 10 22. Atëherë z-ja është 22. Për të gjetur numrin e masës, ne dimë që ky ka 6 protone më pak se neutrone. Pa neutrone do ketë 22 plus 6, 28. Atëherë gjejmë numrin e masës, që kemi shumën e numrit atomik me numrin e neutroneve. 22 plus 28, aja do na dali 50. Shkruaj formulën e plot elektronike. Atëherë formula e plot elektronike është formula që shkruajtëm këtu më lart. Trego thot ionin që formon. Atëherë ne do shikojmë në çfarë grupi ndodhet fillimisht, bëjmë pyetjen D dhe më pas tregojmë ionin që do të formoj. Në bazë të valencave që do të marri ky element. Atëherë përcaktojmë grupin edhe periodën. Fillimisht shikojmë për periodën kemi thënë që është shtresa maksimale. Kështu që neve shtresën maksimale kemi shtresën e 4, pra jemi te perioda e 4. Ndërkohë grupi shikojmë që mbaron me 4s2 3d2, pra do jemi te grupi B. Në këtë rast grupi 4 B. Tani na kërkon valencat. Atëherë për të përcaktuar pjesën e valencave, ne do kemi parasysh shtresën e jashtme, 4s2 3d2. Atëherë valenca në gjendje normale e shikojmë që do jetë 2. Kështu që ioni që do formoj do largoj 2 elektronet, kështu që do jetë x2+. Na tregon numrat kuantik të elektronit të fundit. Atëherë për elektronin e fundit ne jemi në 3d2. 1, 2. Elektroni i fundit është elektroni këtu. Për këtë do përcaktojmë numrat kuantik me radhë nën, lën, mën edhe mësën. Atëherë n-ja është numri i shtresës elektronike, që do të thotë ne në këtë rast jemi tek shtresa e 3. L-ja do na tregoj orbitalin, jemi tek D-ja, kështu që L-ja do jetë 2. M-ja është gjendja energjetike, -2 në +2 tek D-ja, kështu që në këtë rast jemi tek -1, ndërkohë MS-ja është me spin lart, kështu që do jetë +1/2. Atëherë shikojmë thënë sa elektrone me L baras me 1 ka. Ne marrim të gjithë konfigurimin 1s2, 2s2 për 6, 3s2 për 6, 4s2, 3d2. Loja 1, kemi të bëjmë me orbitalin P, pra do kemi 2 për 6 dhe 3 për 6. Në total 12 elektrone. Shikojmë tani kushtin e dytë, na kërkon mën 0 edhe mësën plus 1 dyta. Atëherë, m-ja 0 gjendja energjetike është të gjitha orbitalet, s-ja, p-ja, d-ja edhe f-ja. Kështu që ne në këtë rast do kemi 1s2, 2s2, 2 për 6, 3s2, 3 për 6 dhe 4s2. Me m0 nga secili prej tyre do na vi nga 2 elektrona. Për kushtin e parë. Ndërkohë, ne na kërkojmë vetëm atome spinlar, pra të gjithë këtë do t'i pjestojmë me 2. Marrim vetëm atome spinlar, 6 edhe 6, 12, pjestim për 2, 6 elektrone me spin lart. Tani shikojmë orbitalin i cili është i paplotësuar, 3d2, ka 2 elektrona. Atëherë në 0, ne nuk kemi asnjë elektron këtu, kështu që në total do kemi 6 elektrona. Marrim një ushtrim tjetër. Atëherë na thot
cili nga atomet me konfigurim të shtresës së jashtme na jepen elementët ka vlerë më të madhe të energjisë së parë të ionizimit. Atëherë, për të përcaktuar rritjen e energjisë së ionizimit, ne do gjejmë grupin dhe periodën për secilin prej tyre. Atëherë, për të parën do kemi 2s2, 2p4, që do thotë grupi i 6A dhe perioda e dytë. Tjetri do jetë grupi i parë A dhe perioda e tretë. Tu do jemi grupi 2A, perioda e tretë. Dhe të 3p1 do kishim 3s2, 3p1 që do thot grupi 3A dhe perioda e tretë. Bëjmë një mini tabel në mënyrë që t'i krahasojmë perioda e dytë, perioda e tretë, edhe grupet i kemi nga i pari tek i 6, 2, 3 dhe i 6. Atëherë i vendosim sipas radhës. A-ja do ishte këtu, B-ja këtu, C-ja edhe D-ja. Atëherë ne dim që energjia e ionizimit rritet nga e majta në të djathtë dhe nga poshtë lart. Pra elementi që do ketë energjinë e ionizimit më të lartë do jetë A-ja, më pas D-ja, më pas C-ja dhe më pas B-ja.